Mirë se erdhët në një fshat të qetë e të bukur të Rrafshit të Dugagjinit. Fshat ky, ku ka lindur një zonjë, e cila më vonë lindi një vajzë që do të shndruhej në nënën e gjithë botës. Jemi në fshatin në Voselle e Epërme e Gjakovës. Në fshatin dhe kullën ku lindi e u bë nuse Dranja, nëna e nënës Terezë. Si je? Mirë se erdhë. Faleminderit shumë që na prite. Mirë se ju pa përzorë. Pse fotografia nënës Terezë? Po, nënët... Pak njerëz e din historinë e kësaj kulle këto besoj. Po, është mirë me mësu, se gjithë sen fillon për i cungët. E cungën nënës Terezë është këtu. Këtu ka jetu doja i saj, në Bardhi. Ka jetu vllavi nënës Prenka edhe Zefi. Nga këtu në Drone, o bo nusën për Zeren, pastaj kanë shku, kanë jetu në Shkup. Prandaj këtu o cungu. Pa cungu s'ka. Ide familjari jo me nënën Terezë, apo ka ndodhur ndoshta këtë rastësisht edhe kur është largu si familje prej këtu? Na kem blet. Para se jorë ka trajgjyshi ka blen dikon 1919. Ata kanë jetu këtu deri në 1919. 1919 kanë shku kanë jetu në fshat tjetër dhe masane janë në Kroaci, në Gjermani, kështu se në Kosovë nuk jetojnë. Por, doja i nënës Terezë ka vorrin, vorët e Jagozit, atje ka dhe vorrin. Ka qenë një familje, si thojnë, fisit Kaçinarit, dhe kanë jetu këtu një kohë gjatë. Familje patriotike, doja i saj Zefi ka qenë, si ka hinë në shtyrimin e Shkupit me qetën e Zefit vogël, prandaj o përndjek edhe prej anë veç vetë poplit tënë. Si kull është ble nga familja ju? Po. është jetu këtë në këtë kull? Po, kem jetu edhe na. Kem jetu, po edhe ata familja saj kanë jetu këtu. Të kem jetu na ka shikimtarët ka trajgjyshit tonë që kem ble prej asaj. Prandaj kjo ka qenë e banueshme dhe në 1993. Masandej kem dalë në shtëpinë tjetër, e ka damtu Bora në 2012. Falë meshve ndërkombëtar dhe autoritetet tona kanë bërë restaurimin dhe sot kulla gjindet në vendin e vetë në këtë pamje. Kulla nuk ishte vetëm një shtëpi, por edhe një fortifikat. Ka lënë mbrojtëse për secilin familje, ashtu duket edhe sot. Sa ka rëndësi për ty personalisht? Unë kisha thonë sa ka rëndësi për tonë ne, se kjo nuk është personale, kjo është një histori e gjithë popullit tonë. Një popull cili ka dhonë shumë figura. Ne, si popull shqiptar, du t'jem krenar, se botës i kemi dhonë dy figura cilat të këmurët me jadhonë që kërkush. E kemi dhonë një atlet të Krishtit, mbrojtësin e kulturës krishtiane, dhe e kemi dhonë nënën e gjithë botës. Besën tërë, të madhe nënën Terezë. Hyrjen e ti originale, ashtu së e kemi ble, prej asaj kohe, edhe deri në ditë sot asë gjënë nuk është prek. Ka disa restaurime të vogla në stresan, po 99% është e njëjta. Ashtu siç ka ekzistu, pamja jashtme është komplet e rujtme. Vetë Dranja dhe nën Tereza për shkak të regjimeve të kohës, asnjëherë nuk patën fatin të rikthehen në Gjenezë. Madje edhe nën Tereza nuk e takoi nënën Drane më asnjëherë, për faktin se regjimi komunist në Shqipëri nuk i lejoj. Gonja takoi nënën vetëm tek varri i saj në Shqipëri, atje ku banoi për dekada. Për nënën e nënës Terezë, çka thuajnë? Çfarë njeri ka qenë? Po, zakonisht në historinë tonë, populli shqiptar na kanë mbajtur nënat. Edhe gjenia femërore na ka eduku më shumë se gjenia kondër, sepse nënat na kanë mësu me ditë me respektu, me ndëgju, me punu dhe me respektu të tjertë. Ashtu është të kone edukume edhe nëna
e nënës Tereze, në atë frymë. Ka në herë nëna Terez këtu. Besoj që nashta i ka mbet edhe pak pik. Edhe asoj, po edhe vetë nënës Drane, a? Po. Me sigurisht i ka mbet pik, por nëna Drane ka qenë, sa akon në Kosovë, sa akon në vilejet i Shkupit, akon, dhere në Damjen, kur kanë shku kanë jetu në Shqipëri, në Damjen e keqet komunizmit, ka mas lukë të dytë botërore, se sepse populli jonë ndarje shumë të keqe. Ka orë dhe me thonë, Dhe në atë kohë ka pas mundësi të vinë, po mbas asaj jo. Se rrethonat politike se na kemi jetu në vend trubullt, në vend me trubullina, i kemi pas çdo herë detin e trazum. S'kem mujt me pas një det qetës kur kem 25 vjetë, prandaj shumë gjëra ju kanë shku me mallën gjim se nuk kanë mujt me jetu. Nëna Terez ka qenë këtu? Jo, as ajo fatkeqësisht, ajo ka qenë në Kosovë në 80-ën, në 79-ën, nuk e di saktë, por këtu nuk ka qenë. Nuk ka ardhë, se o kanë protokolli atila që kanë leju autoritetet, po dyshka atila kanë se me qef kish ardhë. Se ka vendin ku ka linë nëna dhe ku ka burimin e jetës. A i vrana këshyre? Po, por nëni. Edhe një karakteristik, derë të vogla bëhen, janë bëhë për të vini musafir, me respektu familjen, do mu përkut kur thish mrena në gjithë familje, pa marrë parasysh a pasër, a varë for a shkanë dhe të gjithë mod do të përkutesh para asoj familjes se të hap deren. Unë e kom menu gjithmonë që jënë kënë njerëzit pak ma shkurt. Jo, beso, ka ta gjyshit e janë, o kanë maj gjatë që une. Janë kanë njerëz ma të rritën. Po, kjo është ajo se duhet për mu përkut për Jo, thash më s'jënë kënë sa une. Që ka dhe një simbol, i bom këtu i marumë, është një krysh. Kjo shpi i ka mas pak të 150-200 vjetë. Po, mirë është, ordëni. Shtëpia e Dranës, së nënës Terez e së dhe familjes Belaj, është mbushur me eksponate të shumta që i ka mbledhur vëllai i Wilsonit, Alfredi. Qefi është që të jetoj sikurse pasardhësit e tij. Komplekset i ka lënë anash. Mirë se jetë. Si e moshkëll? A jem mirë. A je mirë? Apo lodhesh. Me konë nështë pa komplekse njerëzit, edhe pa gjujt në i fjallë. A ishe vesh të këtë jetën tu? Ndash kanë fjallë, ndash komplekse, une jam vesh qështu, kam shku në Zvicër, ku e në shoh vizat, në avion kam hyp, e në Zvicër kam shku me shtëtisha. Mu nuk më pengon, të fëllë kush ka dënë, unë e baj shefin tem, edhe e ruj traditën teme, nuk më interesosh ka thëtaj. Që të tesha simbolizojnë edhe kullën që e kim rapa. Po të shoh, sa vjetë qarë je që ka që pasion me mledhë senet vjetra dhe ka tërë kjo? Unë jam 44 vjeqari, po për pasion në të naret kam pas shef senet vjetra, se do mos tash se e kem rënëvu dhe këtë kullën edhe ma shumë. Edhe pishon njerë si më përkrahin, atë tapin vullnet ma shumë, për me bo kësi senet vjetra, për me vesh teshat kombëtare, edhe të fundit ty janë teshat shqiptarve. Kush nuk i vesh këty, a i sa shqiptar. E vërtet. Kur ti vesh këtu e një vetën pash tipik shqiptar. A e një në varë krenaria dhe Ma e zdu kravata, zdu kursen, une kur ti vesh e qëtu e typin shpinë të kollit, une taman e një vetën tipik shqiptar. A ki edhe me kali po del me to? Po, edhe me kollit dalë, kur mahen pavarësia Shqipnisë e Kosovës, se festat që i kem dalë në shpinë të kollit, vesht na dalë në shpinë të kollit, edhe kam qef. Ku pim ledhë të gjana që i po? Po dikush ka në përshpia mi binë, dikush edhe t'i shrit, dikush t'i bje vetë dhërat. Tash ka shumë njerëz që më kanë pru dhërat, se e dinë se më pëlqejnë edhe mirujnë, thujnë hade merri, dikush edhe t'i shrit. Po s'ka lidhe me rëndësi, mi pas. Adin, ati shrit, ati fal, e aj si t'i fal o shqiptar, si t'i fal. Bravo. Knashta, kur ma e dikush nisën vjetër, su kur më mdhonë, qka më mdhonë, adin. Sa vjetë, bravo. Moshatari na. Po futemi brenda prapë.
Po, tek i venë, tam. Qa kështu ka tradita mu ujtë. Po, miki ma në altë këtu në Baldvenin. Po, që në Baldvenit, Shtëpia është të renovu. Po. E keni renovu mrena jashtë këtë dhe sa peshor është super potencial mu shëndru në një bujtin me një histori. Po, besoj se do të kthehet një bujtin se mund të vizitojnë gjithë. Po gjithsesi do të jetë dhe muzej i hapur për të gjithë. Këto restaurimin e mbrëmshëm moret podin, janë bën nga financimi i Bashkimit Evropian, Qeverisë Kosovë, Kuvendit Komunal, cilët i falenderoj. Por gjëra tjera mrena, invertori mrena, këtë i kemë bën vetë. Ti ke jetu qëtu vetë? Po, unë kam lind në këtë shtëpi. Kjo shtëpi sa mboj menun një 3 herë është renovu. Për shembull në gjendja asaj origjinale, këtu si kanë qenë si dhe kullat shqiptare, poshtë kanë qenë paktit. O shfrytëzo për mirë ujtë, për mos mirë, po. Njëkohësisht janë kanë të mençur partiut se kanë ditë me shfrytëzo dhe ngrohtësinë, nxehtësinë s'kan pas për nevojë për nxehje, prandaj ne të kanë banueshme, poshtë janë kanë ahër i qove, këtu ka pas derën, atje ka pas derën hyrëse. Për atë arsye, edhe rujt ky origjinalitet me dyrë të njëjta. Dyrë të njëjta, edhe kjo derë, pragët janë ndërru, e ka pas në dera vjetër i thëshim një drungut, i thëshim drang, edhe o mbyll me një drungut trash për mos mujt me thuj kush. Dhe dera konë shumë e trash. Ka qenë jetë? Po, ka qenë ajo ngrohtësia se tonë kemi jetu. Sa persona keni jetu këtë? 16. 16, në që aty kemi jetu, për shembull, Nel të ka pas agja soba për musafer, se musaferve i kushtojnë shumë familje shqiptare rëndësi, nel të kanë dhoma, po, atje ku të shkojti të kalëzoj dhe të karakteristika të asajna, atje ka jetu agja, nel të ka pas nana, baba jem, po unë kam jetu poshtë me ljoken. Me gjyshen, për 9 mujsh kam jetu. Dhe më thonë, unë jam rrit me gjyshen në tradita djetra. Bile disa thojtë se në kohën e untis, kur o konë 47, 48, disa janë rritë edhe në gjithë saj. Se s'kanë pas në saj, ka pas mëshatore dhe ka 2 vetëve, i ka ushi, po konë shumë një plakë, një grua shumë i zoja. Ki dhe që ka në më tregu? Orna. E kam po. Këtu është një dokument të cilën papa Leoni i 13 e ka dekoru katërgjyshin tem për rujtën e vlerave kombëtare dhe fetare. Është papirus original, është 1900-ën. Në kohën e Parandorisë Osmane, katërgjyshin jem ka qenë përfaqësuesit krishterëve në Vatikan, do më thonë shqiptarë që ka janë një shqiptarë dhe kasi, i ka përfaqësuar në Vatikan. O konë lidhja prej vilajetit Shkopit të Shkodrës, edhe në Vatikan o konë përfaqësues. Për atë arsye ka dekoruar dhe kjo është mirëja më e lartë se jepet për personat civil nga zyra e Vatikanit ose papatit. E çu ndodhi me rujt, e keni rujt me xhelozi, besoj. Ljokja duhet më konë, ajo ka e mbaj mend e rujt, dhe se prekni se që është shumë e vlerë. E konë katërgjyshin e ka qu papa në Jeruzalem të vorë Krishtit, edhe i ne ka nxjerrë shumë disa karakteristika të saj. Prandaj është këtu, po një sen çka smut me rujt kërkosh, një punëtor ka marrë dhe ka arrit qëllimin vet pak minim edhe on të mret. Ka kry punën e vetë, vaj. Po, është e rujtme. është një dokument që të tregon se lashtësinë, rezistencën, se populli jonë ka bërë tona herët më konë i vlerave evropiane dhe me rujt një rrugë të cila na shon vetëm atje ku kem venin. Edhe na s'kem nevojë të thojmë do të më shku në Evropë se na jem vetë Evropa. Na jem Evropë para shumë tjerëve. Ky ka 130 vjet afër, në çatë kushtos të rujt. Mirë kishte me qenë mu restauru edhe mu pa, se këtu janë katedralet më të mëdha që janë në botën krishtere, të cilat përfaqësojnë i thonë jesa plot. Jesa plot do të thonë kur ti plotson të gjitha kushtet ti, po që ti besimtar i mirë, po edhe një adhëtar i mirë, ata ti mund ta marrësh këtë dekorat për ndryshe jo. Mark Adep Prilepi, stërgjyshi i Vilconit, pati një histori tragjike, përderisa në këtë shtëpi ai hapi edhe shkollën shqipe, që po ashtu pati fatin e keq. Katërgjyshi jem o konë njëri vizionar,
ka qenë shumë i dalëm. Do të thonë ai 1890 ka qenë në Jeruzalem. Veç para mendon atko. Ai fatkeqësisht se shumë njerëz vizionar shqiptar është i vrarë. Këtu kanë vrarë, ja kanë kriju një kord. Ai në kohën e tij ka hapur dhe shkollë shqipe në Osell. Këtu ka qenë shkollë 1990. Po, këtu. Kjo vetë historia. Kjo kulla nuk ka vetëm kull, po është edhe një histori shumë e dhëmshme, që kem kalu na nëpër ato etapa. Edhe ai ka hapur shkollë shqipe, të cilën fatkeqësisht organet e atëhershme osmane në bashkëpunim me shqiptarët tonë, që kanë përfaqësu, si për shembull Aga i Garmasheli dhe Begi Gjakovs vinë e mbyllin shkollën. Rrehin mësuesin Priftin, të Martinin, ja vgjegin librat dhe e mbyllin. Shkolla ka ekzistuar 3 muaj ditë. Një periudhë 3 mujore ka ekzistuar Qytu, ku jemi? Po. Sa vjeçar vdes gjyshi edhe kush e vron? Kush e vron? Zakonisht figura të mëdha kombëtare ne i kanë vrarë të paditurit tonë njerëz shqiptar. Ne kanë në ato qeta ku zakonisht shqiptarët i kanë paguar organet atëhershme, si i kanë paguar mos mund balla pashu vet, po valla vrau. Edhe zakonisht janë njerëz shokon, po na kur s'mujt me ditë se kush. E kupton, se na atë kohë kur kanë vrarë këta gjyshin tu, na jemi kon të jetuar për lep. Edhe ai ka ardhur me këshyr pasurinë e vet. Në atë kohë dhe që marrën lajmin se është i vrarë. Na jemi kon në fshat tjetër, në komunën e Prelepit kemi jetu. Edhe atje jemi kon të njoftëm, me njoftë fana i Prelepit. Aty kështu bashkë fana i Prelepit. Edhe shumë karakteristikë edhe të mbi emri dojvet në Nënsereze, për shembull në shkrimet është Bernaj. Faktikisht nuk Bardhi, atë janë kon familja Bardhi. Janë jo si familja Bardhi, edhe në shkrime kur janë regjistru kanë mujtë më kanë prifta kratë, në atë kohë pak ka pas, zakonisht në krejt shënimet i kemë në për mes të kishaf, sa aty kur të lindë, shkojnë e pojnë paksimin edhe bojnë e jasi, edhe ata kanë mujtë me kanë regjistru në të në Bernaj, Bardhi e kanë bo Bernaj, se Bardhi janë që. A shkojmë në alë të shumë të dhomat originale? Po. Këtu është kati jepën? Kati banimit. Po, i banimit. Këtu është banu, këtu kanë qenë 2 dhoma. Këtu kanë një dhomë, ka jetu faktikisht papi nona jemi edhe na. Këtu kanë aqe, se kemi jetu me aqen. 16 persona. 16 persona, po kemi pasur të dhoma një shtëpi nimse për jashta. Kjo është si munal koha. Këtu në alë koha. Këtu ka pas shumë tubime, ka pas shumë sene, po shka njetë shumë onjoft në shatin tjonë, kjo ka qenë kidemoja pare fshatit, se ajë që jemë ka mësus i pari kësaj rëthine, dhe ajë në gjarë të nonën e blenë një televizor. Që i televizori sa te? Televizorin e blenë gjarë të nonën dhe gjithë fshati këtu kanë arë kanë po ndeshje, këtu kanë po njerës për para Muhammed Alin, Tysonin, Frizerin, këtu është konë si kinema. Unë e më i men shumë i vogël në atë konë, dikun ka 70 e satër, më i men shumë i vogël, kur vishin plëtë, unë si minin me gjithë në i ven me e po o konë ngrotësio, mu shke plëtë, rënë njerëzit të po televizor se që ashtu o konë koha, me po, ose futbol, ose gjera tjera. Po gjaki është i njojtë, këtu ka qenë ndome, ka po në drunë, së dera ka qenë qëtu, po. Shtu o konë, nërë konë do të sergat nume, edhe këtu ke mujtë me hecë konë me boltë, për midrasa, edhe kem hecë këtu e për me dhe zarmin. Më thonë, kjo o konë në gjaki. Këtu o konë, si të thëjmë një kafes një drejtare, kur i kanë lonë i zotë shpis kafen, rakin, të hanin. Dhe më thonë, o konë të në hetë, kjo ju ka nuk shumë rëndësi, kjo, nëse që kjo së konë e mushme, i zotë shpis nuk o një rahat. Ja, rahat se mund të mbarë një musafir, s'kam dohan, s'kam kafe, s'kam raki, dhe më thonë, kur zotë shpis kura ka pas këta, dhe më thonë, kjo konë mogja e zotë shpis. Që kjo është? Që kjo konë mogja e zotë shpis. Këta, kura ka pas zotë shpis plët, ajso të vjetë kush në njëtë noca, 2 noca, 3, pak ka pas rëndësi, se rëndësi ka pas se o konë i përgatitum. Do të shkojmë në drejtimin se të jetë një bujtin, jo vetëm bujtin, po edhe muze, ku të gjithë botat të marrin vesh se trungi në Nënsereze është shtu. Nga ky vend, nga Kosova ju ndardhone.
jo tjetër ka. Mund me thonë që ka të cungin e ka këtu. Doja sa është e shkupit. as nuk është të shkupit hiç, doja i sa as e ndiso bashkë jona. Nana drone i kem thonë, doj saj nu bardhi, jo bernaj, ashtu janë njoftë në lokalitetin tonë. Edhe të gjithë njohin me atë emën. Ti pyet ka të spytësh ku ka pas shpikoa nu bardhi, nu bernaj nuk tregon, nu bardhi po. Të këshyru apo dhezët? Ha? Ne? Se, para minuti tash, çfarë vopti kena ardhë, që s'di mas televizorin me dhezë të në hershit. Ja stereo, computer control. Me, të këshyru mëra, kona ka, e nesë. Dhezët këtë televizori ma që në lo. Me rrok nja 2 herë për minë ashtë dhezë. Ja. Janë kohën e këto kohën e parë, kur e përdor, kjo ka qenë dhoma ku ka nej gratë, për shembull, dhoma kuzhina, e kanë edhe gjakin e vet. Edhe kjo gjak është identik, autentik është i ndërtuar. Edhe këta kanë pas kafezin e vet, kjo ka qenë mazgja e zojës shtëpisë. Do më thonë, edhe ajo një mirë kur e ka pas këta. Këtu ka qenë o gjaki, këtu kanë jetu, këtu ata ka... Shtoku se vore se. Thashë dhe pare se gratë na kanë rujtë historinë, aty o kanë po se na, lese se kishim bo na burat, po edhe e kishim hupë. Po aty i rujnë me fanatizëm, janë si bletë, nuk folasën shumë, po punojnë shumë. E na kema shumë fjallë. Je petrolve të burra që i lavdën gratë. Unë mundona më konë jetë realist, edhe realiteti është seni me i mirë e ma. Nëse thunë realitet një herë nuk i me nuk kur me shka ki thonë për atë 5 vjetëve, se e ki thonë i të vërtet. Edhe e vërteta që ko, ta i thujem të mu shka ka mënen për i burra dishka. As ka mujtë me arrujt plugin të katrajgjyshit, as ka mujtë me arrujt furkin, as sakicet. E këta kanë rujt, a peshe, me fakte është. Vetë fshatarët në këtë fshat e kanë emëruar Duka Gjin. Mirë po, deri më tani nuk ka një ndryshim administrativ. Ja historia e emërtimit Novosill. Novosill është emën makrotoponim nga slavët, respektivisht gjatë sundimit të Stefan Dushanit, që dhe ka shtë indikimin e vetë edhe në këto troje. Dhe i ka emërtu pra me emën në slavë. Emni Novosej, jo Sell, po Novosej, e gjojmë qyrë në shekullin e 14. Që dhe me thonë mbjella e re, ose mbjella të reja, me përkëtim shqip. Edhe ai emën ka vazhdu deri në vitin 1862, ku një udhëpërshkrues serb ka rënë këto vise dhe ka përdor emnin e sotshëm të fshatit Novosill e epërme, Novosill e poshtme. Respektivisht, Gonji Novosillo, Donji Novosillo, në gjuhë serbe e ka përdor. Mirë po, brendia e fshatit e ka rujt pjesën shqiptare, sepse mikrotoponimet janë në gjuhën shqipe. Për shembull, emrat e fushat, ose të fushës në përfshat, janë emna shqip. Ja për shembull t'i marrim disa shembuj. Kregza. Kregza është një listë, ku përfshin një pjesë të madhe të fushave. Ose boquke. Boquke ka një masë për dritë, asaj kohe. Ose mbathtore. Këto janë ato, si me thënë, fryma shqiptare që është rujt ndër shekuj. Fshati sot ka 150 shtëpi me afro 300 rezident, por edhe qindra të tjerë që jetojnë në perëndim. Profesor Tun Frokaj ka një mesazh.
Dranja në Ubardhit, i them, vajza e në Ubardhit, e ka lind nënën Tereze. Dhe me thonë, këto është rrita janë këtë shtëpi. Kjo është si një monument kulturor i asaj kohe, edhe duhet mju ba me dije të gjithë shqiptarëve, po edhe të tjerëve, që mundohen mi dhanë kahje të ndryshme nënës Tereze, jo është asi, jo, ajo është originale shqiptare. Këtu ku jemi ullën na. Ku jemi ullën na, këtu e ka pas gjenezën edhe shtëpinë e saj. Në bazë gojdanave, besoj. Na kemi njoh familjen Bardhi edhe familjarisht, nga se halla e jeme, do më thonë, motra e babgjyshit tem është e dhanë me për Zef Bardhin, e ata kanë jetu kërë në shpërngull për Novosele, kanë jetu në Prizren. Atje kanë jetu, po tashmo nuk ekzistojnë në Prizren, kjo kanë vetë vetëm varet me sa duket, e kanë vetë prej asaj familje, në Bardhi i ri, tash mund të themi, një pashi jonë, a i ka jetu në Gjermani, po ka vdek para do viteve, i ka pas 2 motra, Veren në Zagreb edhe Anjezen në Norvegji. Me Veren kim pas kontaktu, ka vitet e 70, po ma vonë nuk kemi kontakt ma. Së di janë gjalla ja. E atë tjetër nuk kemi njoh, po vetëm zanin që ja kemi një që ka qenë. Dhe më thonë, familja atyne me sa duket, Ashu. Nuk kemë më dhana për ta. Profesori ka një histori të Shot Galicës, që kishte udhëtimin e fundit në Kosovë para se të largohej përgjithmonë nga këtu. Histori e fshehur në familje me dekada. E kam edhe një ekskluzive mi u tregu diçka, që të unë froki gjyshi jem, bashkë me baben Marki, thojmë në Marka Kolin, e kanë përcel Shota Galicën për Shqipni. Për Novosele është përcel në Shqipni. Kur ka bo me ikë, që ju ka vra Azimi, ka ardhë të shtëpia Zhel Hasanit, edhe ata, marqit e Zhel Hasanit në kanë prunë Shotën me 2 ushtarë, mbramjet në shpite unë. Kohë me shi i shkon atë ditë. Edhe e kanë përgadit e kanë qu për Shqipni. Në s'kim gudzu me e kalzu këtë punë. S'kim gudzu se ka pas ndikim shteti Mbretëria Serbokroate Slovene, edhe ajo Jugoslave, edhe kjo tjetër nuk ka konë qash e përshtatshme për kohën, dhe kështu nuk e kim kallëzu kur e herë. E kemi majtë në si pjesë familjes. Familjes, po. Edhe kërkan nuk e kemi marrë me përcel, se si kim besu në atë kohë. Me mi tregu dikuj në adi, se akon ozna akon forma, i mëtke njerëzit në atë kohë. Kjo kam vetë si ekskluzive për herë të para pju tregoj. Në vitin 1913, Serbia, Malizi, Greqia e Bullgaria fshehtas Shqipërisë, ndajnë teritoret tona në copa e copa. Popullatës e këtij fshati tentohet të ndërrohet feja nga katolik në ortodoks. E tash Malizi, për me bindë Evropën, edhe tjertë ka thonë tash që mroj fenë shqiptarëve të besimit katolik t'i bëjnë ortodoks, mi kallëzu Evropë se këtu kam popullsi temen. Edhe së ndodhe. E së ndu ma letë. Po veç a ndodhe kjo? E ka ndodhë, i ka torturu shumë popullin, shumë ka vra, shumë ka mytë, shumë i ka mundu, kanë fillu disa me përkra, se disa i kanë emnat me vish, hala, disa i si u kanë ndru. Edhe shqiptarët e besimit musliman i ka bënë boshnjak. Apo kuptan? E tash për shembull familja jonë, thojnë Sabatarja, konë kësajde që i ka. Familja jonë, në atë kohë ka ikë 3 vjetë në zymë kërë kemi shkuna. E kemi lëshu më s'me ndru, se gjyshi jem
Froki Nikol Gjetë, si kanë thonë, ka pas pak ndikim fshat këtë bukur të mirë, edhe me shpinë e Gjok Laskit, kemi ikë në zymë, kemi danë krejt pasoninë, shka kemi pasi, kemi ikë në zymë. Për 3 vjetë. Për 3 vjetë, së zymi ka qenë zonë neutrale. Okej. Bile atje në u ka vra një mashkull në luft me forcat serbe malazeze, kër e ka vrosë zymin. Nuk ja arriti. Nuk ja ka arrit, normal, në pjesë tjera, në më thonë të e ka fillu lufta parë botnore, këtu bile i vra me frati i Glogjanit, Patër Luiq Palej, këtu një nërsh është të kroni Janoshit thojnë, që është vëra, është vëros këtu, dhe sëtë quen vorët e fratit, e ma vonë është bardë pri këtu, i të ka shku në zyme, ka marrë Gjeqovi, a qita që ka vorin. Në më thonë, kejtë për shkak të fesë, që ka ndeshtë mi ndru popullësin, mi ba ortodokse, për shkak të aspirata pushtuse, dhe me i cuptu të rojet shqiptare. Tash, qysh jem, Tun Froki, 3 vjetë ka qenë ushtari Baramcurit, 1913-1916. Okej. Do thonë, familja kanë shku në zymë, ky ka shku, Ju ka bashkangjit brigadët Baramcurit. Edhe ka operu në këton. Në luftën e dytë botërore, por edhe në luftën e fundit, regjimi i Kuës mblodhi meshkujt e fshatit për t'i pushkatuar. Mirë po, kundrej një pagese shumë të madhe, ata shpëtojnë. Po i kthehemi për fund edhe njerë Skënderbeut, apo Alfred Belaj dhe kalit të tij. Ku shkojmë? Shkojmë ta këshyrim Kalin, se dalë për festa, kur kemë pavarësinë e Kosovës, pavarësinë e Shqipërisë, se krejt festat që i festojmë shqiptarëve, unë e hypin në shpinë që t'i Kalit edhe dalë, po du më javë kalzovish për shef juve. Po e në shrej pak me lidru, se ka shef mu shpinë, se kur ta marrë kështu me dole, e marrë të la me të vesh me Hade, dritt, hade, hade. E kam qu shtesh e ka që mu kësishne, që ta shu zhuj krejt, që? Ja, na ka zhuj krejt. Që, ta shu zhuj krejt. Zvëtë e menqu. A, gabilica si je. Nal, nal o këtu. Mos u lazo, hade këtu, hade. Hade, poq, hade. Poqem. Besoj që ki dashni shumë të madhe për ta, ha? O, kjo ka qko june vjen bre burë, po pak problem dhe nasa kësërtne. Poqem. Nalo këtu, këta krujtë sajde, dritë. Del me të gjithë ka? Gjithë ka dalë. Edhe në qytet, Belve? O, në qytet e gjithë ka dalë. Gjithë ku në shkoj. Unë ma shumë dalë me pajtan edhe në shpinë të Kalit, si dalë me kjerë. E marrë në përkullit kjerë të shkoj në bjeshk me ta. Dalë e shitis. Unë shumë e urtë. Qo komen qik. Qo komen. Qo, ma. Qo komen. Ma, hadi. Het me mu. Na, lej, ma. Hop! Ka thoi njerëzit kur po të shojmë, ne? Po shazutët dë knoqen kur të më shojnë, dë bojnë këshe. Ate shysh, ata si s'kanë mundësi me mojtë dhe s'mujnë me mojtë, ju duke këtë hajgore kjo punë. Se ata si kanë mundësi e mojnë edhe e din vlerën e tina, ata këtë knoqen kur të më shojnë. Vinë hypin në shetis edhe thmi, për shef. E kam pajtonin në dasma shkoj, vish për shef, hopi, e kam po më thirin për dasma, shkoj vish mja po shefin njerëzve.